Në ndikimin e aktivitetit ciklonik me qendër mbi gjirin e Gjenovës, nga sot deri te enten, moti në Maqedoninë e Veriut do të jetë i ndryshueshëm me vranësira dhe intervale me diell. Lokalisht do të ketë paqëndrueshmëri me rreshje të rrëmbyeshme shiu, bubullima dhe erë të përforcuar. Fryma e parë vërtet verore e këtij viti nuk erdhi qetësisht. Vendi hyn në një ditë me diell, temperatura të larta dhe atë paqëndrueshmëri tipike të fund pranverës që lehtë mund ta shndrojnë një pasdite të qetë në rreshje të shkurtra, bubullima dhe erë të fortë. Më e rëndësishme është se moti po fillon të sillet si verë, ndërsa atmosfera ende ruan paparashikueshmërinë pranverore. Ky është paradoksi tipik i qershorit, dita duket si verë ndërsa qielli ende di të reagojë në mënyrë pranverore, shpejt dhe ashpër. Parashikimi i sotëm nuk sill një tablo dramatike, por përcjell një mesazh të qartë. Moti po bëhet veror dhe ndryshimet do të jenë të shpejta. Personat që udhtojnë, punojnë në ambiente të hapura ose planifikojnë aktivitete sportive, duhet të ndjekin vazhdimisht parashikimet e motit. Në ditë të tilla, parashikimi i motit nuk është thjesht një informacion mes lajmeve, është pjesë e sigurisë së përditshme. Qershori ditë mashtroi, dielli tashmë duket veror, por qielli ende nuk ka hequr dorë nga nervozizmi i tij pranveror. Prandaj kjo duhet parë si një paralajmërim pa panik. Shijojeni ngrohtësinë, por mos i besoni verbalisht kthjellësisë së motit. Qytetarët duhet të jenë të kujdesshëm gjatë lëvizjes në ambiente të hapura, sidomos në orët e pasdites, kur këto procese zakonisht zhvillohen më shpesh. Era e fortë, breshri dhe rreshjet afatshkurtra të rrëmbyeshme mund të krijojnë shpejt probleme në komunikacion, në hapësira të hapura dhe të kulturat bujqësore.